growth and innovation, and mostly 3 years of a growing influence of... Fakti që Kosova është zgjedhur si destinacioni për zgjerimin e Decathlonit të përbën një sinjal shumë pozitiv për imazhin e vendit tonë. The opening of Decathlon comes in a very timely manner ahead of the Mediterranean Games in 2030. Words are in our lexico: growth and innovation. It has been 3 years of growth, 3 years of growth in traffic, 3 years of growth in sales, 3 years of growth in our commercial offer, and mostly 3 years of a growing influence of influencing people's lifestyle. All of this is a daily work of a management team, some of them, of course, on the spotlight, some others working behind the scenes, but all trying to meet the requirements of our clients. Decathlon po vjen për herë të parë në Kosovë. Kjo nuk është vetëm hapja një dyqani të ri, por është edhe një moment domethënës që shënon hyrjen e Kosovës në hartën globale të një prej brendeve më të mëdha dhe më të besueshme në botë në fushën e sportit dhe rekreacionit. Decathlon është lider global i retailit sportiv, i pranishëm në mbi 80 shtete. Ka mbi 1800 dyqane dhe me një mision të qartë që ta bëjë sportin e qasshëm për sa më shumë njerëz, pavarësisht moshës, nivelit apo fuqisë vlerëse. Fakti që Kosova është zgjedhur si destinacioni për zgjerimin e Decathlonit të përbën një sinjal shumë pozitiv për imazhin e vendit tonë. Ai tregon besim të lartë në potencialin e tregut kosovar dhe perspektivën afatgjate të Kosovës, duke pozicionuar vendin tonë si një nga tregjet më premtuese në rajon. Ky hap e vendos Kosovën për krah vendeve më të zhvilluara në Evropë dhe në botë, ku Decathlon tashmë është prezent, duke e forcuar me te integrimin tonë në rrjedhat globale të biznesit, sportit dhe retailit modern. Dyqani i parë i Decathlon në Kosovë pritet të hapet në fillim pranverën e këtij viti në Prishtina Mall. Unë jam i lumtur shumë sot që një ëndër se në ku projektu Prishtina Mall në atë kohë është parapani Decathlon. Se projekte të mëdha dojmë brendet mëdha. Kritikat më të mëdha që i kemi pas kur është prezantuar Prishtina Mall si projekt është shumë e madhe. Nuk do të kanë mundësi mi keni dëgju këtë shprehje. Kemi pas probleme të gjetë vend për Decathlon, sa e këta të maj. Po e kemi gjetë një vend shumë të mirë, do jetë dyqani më i bukur i Decathlonit, me standarde më të lartë. Është shumë i veçantë, është mirë për Kosovën, është mirë për Prishtina Mall, që Kosovën e ka quajtur shumë analt me prezencën e brendeve të tilla, kanë ardhur shumë brende tjera në Kosovë, po Decathlon e ndron lojën. So it's very timely to have this very well-known French brand being introduced ahead of our French Business Day. It's also a clear example of Kosovo's economic dynamism and confidence. We're happy that the French partner was rightfully placing their confidence in working with Aztec. And finally, as was said, the opening of Decathlon comes in a very timely manner ahead of the Mediterranean Games in 2030. Kjo Prishtina Mall është një nga qendrat më ekselente të biznesit, jo vetëm në Ballkan, po do të thoja në Europë, e cila ka fituar me gjithë punën e madhe që është bërë, ka fituar një terren të jashtëzakonshëm të bërit biznes. Nga ana tjetër, sot jemi këtu për një nga firmat më prestigjioze, dhe po i thoja kolegu tim, ambasadorit Francës pak më parë, që çfarë bën kështu po na sjell domethënë firmat më të fuqishme të Francës, po vinë këtu në Kosovë. Po në bindjen time si shqiptar i Shqipërisë ka qenë gjithmonë që shqiptarët e Kosovës kanë ditur të bëjnë biznes që herët. Dhe kanë ditur ta bëjnë mirë, fuqishëm dhe e kanë thënë fjalën e tyre me dinjitet.